Ka shkruar Gjergj Fishta në Hajat e Parizit, satira e njohur për shqiptarët, kur shqiptarët për të përshkruar përçarjen edhe mosmarrveshjet mes shqiptarëve ose bashkëpunimet me armiqt, edhe ka shkruar qysh 1914 thot te satira nën Hajat e Parizit, shqiptarët janë ashtu siç i do armiku. Sot Edi Rama ka shku në 3 numri i shqiptarëve të shpallur non grata nga Edi Rama. Tani, personat që ka shpallur non grata, as i njoh, as i di, edhe nuk kam për të marrë fare me emrat e atyre apo me kontributin, por do të merremi me mënyrën se si vepron Edi Rama. Vepron fiks si vasal i Aleksandr Vučićit. Pra në 13 vjet pushtet, shpall 3 shqiptar non grata pse protestojnë kundër regjimit të tij. Ka shpall përpara atë gruça që ajo Hadutin, dhe sot kishte shpall 2 shqiptar të Maqedonisë. Njëri prej tyre, me sa pash një status Facebook, më duket ka qenë edhe luftëtar i çështjes shqiptare, luftëtar tamam me armë, me UÇK-n, edhe një tjetër. Sigurisht këto ja vën dorë atij Torollakut që ka vu ministër të brendshëm, nëse ka njëri më idiot që mund të jetë bënë njëherë ministër në historinë e Republikës, është ky Lami. E kam fjalën për Lamallarin, i cili vetëm firmos urdhrat që i jep shefi. Ndërkohë vetë shefi ka shku me pushime. Shifën. Ka shku, ka hyp jahtit, a skafit, a qatë dreshin është ky. Shpresojmë që të mos jetë skafi atyre që bëjnë loja luftrash para 2-3 ditësh. Edhe ja ka fut kapelen në sy edhe pall në Vlora ku ka shkuar në ndërmi, me jahtë, me roje, me paratë e shqiptarëve, kuptohet se nuk shkon me paratë e veta. Dhe këtej nga krahu tjetër shpall armiq 3 shqiptar, ndërkohë që në 13 vjet në pushtet nuk e ka majt kurrë asnjëherë një qendrim të ashpër ndaj Serbisë. E mani mend kur e ka quajt territorin e veriut Kosovës, trojet shqiptare, pra i ka quajt toke askujt. E mani mend gjyqin që i hapi Ramush Haradinajt, meqense Ramushi ku tregu i poshtër, tip Langaraqi dhe e fali, po ishte hera parë që një kryeministër i Shqipërisë i hapte gjyq, një kryeministër, hitën gjyq një kryeministër të Kosovës, një luftar UÇK-je, kujtun gjitha. Sot është dita e 66, më duket që shqiptarët vazhdojnë protestën në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Me sa duket, Rama ndihet i sigurt, ndihet i pacënuar nga pushteti dhe ka shku me pushime. Ka shku me pushime ndërkohë që i ka qindra mijëra shqiptar i kanë shesh. Kjo punë tani duhet marrë për masa edhe më agresive. Revolucioni nuk mund të vazhdojnë më kështu që të futet në rutinë. Pra se po bëhet, kanë kalu pra 66 ditë dhe po bëhet si tip rutine, që ata shkojnë darkë atje, bëjnë xhiro, nxjerrin pankartat, ky vazhdon vjedh, vazhdon firmos kontrata koncesionare për çvatjen e Shqipërisë, vazhdon me këto ligjet, i kanë fuqi ligjet për investime strategjike dhe ligjin e shkatrimit të zonave të mbrojtura, pra ndihet i sigurt edhe po mësohemi. Kjo nuk duhet ndodh. Unë besoj se në shtator kjo protesta do marrë për masa tjera, të bëhet më agresive, edhe ky nuk do e gjenë vrim miu ku të futet, por gjithsesi duhet rikujtu her pas here që ky është një anti-shqiptar. Pra nuk ka njeri
nuk ka pas njëri ky shtet më anti-shqiptar se sa Edi Rama. T'i japim rahmet Enver Hoxhës, është absolutisht ky te i kalon 10 trafish Enver Hoxhën, sepse Enver Hoxha kishte një ligj të gabuar, të dënonte, të varte, të vriste, sigurisht ka qenë regjim kriminal, po që nga shumë edhe më i poshtër një regjim si puna e këtij që përze njerëzit nga vendi, që shpopullon Shqipërinë edhe bën marrëveshje me shtetet e huaja për ta populluar Shqipërinë me aziatik, me afrikan, me popull tjerë. Pra do me ndrru popullin. Ky nuk ka qenë projekt i askujt përveç se projekt i Serbisë. Prandaj edhe këto shpalljet non grata që bën ky nuk janë rastësore, nuk janë thjesht veprime se po vinë ata dhe po rrëzojnë Edi Ramën, se nuk vinë ta rrëzojnë Edi Ramën as ka dytë Maqedonisë, as ajo trollakja nga Kosova, çfarë është ajo Haduti, por kjo është një veprim që ai kërkon të bëjnë shembull shqiptarët e trojeve, të cilët ne jemi të obliguar, shteti shqiptar është i obliguar për të mos i kategorizu dhe për të mos i trajtu asnjëherë si qytetarët ndryshëm nga ne që jetojmë në trojet shqiptare. Pra e kemi me kushtetut që duhet t'i mbrojmë. Dhe ky pse i bën shembull për të kënaqur orekset e Serbisë. Për të kënaqur orekset e Serbisë shpall bashkombësit ton i shpall non grata. Edhe shkon atje. Tani siç e keni pa, ka dalë një lajm, qarkullon një lajm që Altin Dumani, dalim atje ke fiksimi im te Spaku, tek organizata kriminale partnere me qeverinë e Edi Ramës, kreu i së cilës po merret i pandehur në Itali. Altin Dumani, i cili nuk ka bë asnjë punë si drejtues i Spakut përveç se PR marketing. Ka qenë dhëm për dhëm me Ramën në komunikim, pra show në maksimum dhe punë zero. Ju ka krujt personazhet që po marrin drejtën atij, në fakt janë me pikpyetje për vete, po ç'a ti bësh, sepse krahasuar me Altin Dumanin, po dalin më burrat mirë familja e Suel Çelës. Pra ky i ka fut në sekuestrim, siç bën Altin Dumani për të hap lajme, për të marrë klikime, pra është kreu i një institucioni drejtësie, ka pas punu për të marrë klikime, i ka pas fut kompania prona, nuk e di se çe ka pas fut që i ka pas prona në Itali, në sekuestro, mbi 4 milionë ca euro. Ata e kanë marrë, familja ti jati me vllana, nuk e di kush ka qenë tjetër, e kanë hedhë në gjyq, edhe drejtësia e Italisë e ka marrë në hetim, pra nuk e ka lënë me kërkesat e Dumanit që i ka çu prokurorëve, kolegëve të vet atje, aman falni, por e kanë marrë dhe janë duke e hetu. A ka skandal më të madh se ky, që një emër ose emri i një familje që përflitet si organizatë kriminale, kujtun është unë s'di ta them këtë, po sigurisht pa gjë nuk është, të fitoj çështje me kreun e Spakut të Republikës Shqipërisë. A shikoni që më ka dalë fjala kur kam thënë se Spaku është një organizatë kriminale partnere me rilindjen, me Edi Ramën. Edhe kam pas parasysh, kur them këtë, kam pas parasysh gjithmonë Altin Dumani, kryesorin, edhe këtë tjetrën që ka ardhur tani, që është bë sot. Tani midis përplasjes, po themin thonjza tani, dy bandave kriminale, ka fitu kjo tjetra, që nuk është në Spak, nuk paguhet për të bërë drejtësi për ne, nuk merr miliona euro rroga nga shteti jon, nuk na nxjerr syt, fiksojeni, nuk na nxjerr syt nëpër media duke po propagandë se po luftoj krimin, e po bëj këtë, po bëj atë. Pra është një organizatë që është në punë vetë atje, nëse bën
aktivitet ilegale dhe kriminal le të merren shtetet dhe ta dënojnë, shteti jonë, shtetet e huaja, bëjnë çfarë duan, por të paktën nuk është një organizat që paguhet nga taksat e shqiptarëve. Kjo e familjes Çela. Ndërsa organizata kriminale e Spakut paguhet me taksat e tona. Prandaj nuk ka hetime për Edi Ramën, prandaj nuk ka dënime për koncesionet miliardëshe që kanë ikë nga xhepat tonë, për familjet e oligarkëve, ortak të pushtetit të Edi Ramës, sepse Spaku është partner, është një bandë kriminale partnere me qeverinë, siç janë oligarkët dhe siç janë edhe këto bandat e tjera kriminale, të cilat keq mirë nuk paguhen nga taksat e tona. Shkon dhe ua jep njeriu që presupozohet se e kanë zgjedh shqiptarët, po, u jep hise nga buxheti i shtetit. Pra kusuri i vetëm i bandave kriminale në Shqipëri është që marrin, fusin, pastrojnë parat në ndërtim. Po prap edhe këtu faji kryesor është i Edi Ramës edhe i organizatës kriminale të Spakut. Nuk është i organizatave të mirëfillta kriminale sepse duan të pastrojnë parat, ato të punë bëjnë. Bëjnë aktivitet ilegal, i marrin parat edhe duan t'i legalizojnë. Atëherë kush është më shumë kriminale si organizat? Kjo që ua legalizon, apo ata që e kanë aktivitet, ata e kanë punë. E kanë punë, e kanë të palishme, nuk kërkojnë taksat e shqiptarëve për punët që bëjnë. Kështu që i bi që shteti jonë është narkoshteti mirëfillt, siç e dum se dum e ka etiketu Berisha i pari, të s'mundja marrim këtë fjalë të shprehjen, dhe organizata tjetër kriminale më e rrezikshme se gjitha organizatat kriminale në Republikë, që është Spaku. E kreu i Spakut, ish kreu i Spakut, Altit Dumani, po merret i pandehur në Itali. Po hetohet sepse ka bosi të cubat, ka thënë që këta i kanë parat, i kanë këto investimet në Itali me para krimje, droge, kujtun budalliqe, për të bërë show. E kanë verifiku italianë, ekspert ata për ta nda se qa është mafioze dhe qa s'është mafioze, qa është legale dhe qa nuk është legale, dhe ja kanë përplas në fytyrë, dhe sot është lajm si Langaraq, ish kreu i Spakut, strukturës antikorrupsion për në nivelet larta e prau, merret i pandehur si Langaraq në një shtet fqinj. Ndërkohë, padroni i vërtet, shpall shqiptar non grata, shqiptar të trojeve, të Maqedonisë edhe të Kosovës, edhe vetë shko hypë në përskafe edhe bot xhiro në bregdetin e Jonit, me parat e shqiptarëve. Shqiptarët vetë, pjesa më e mirë e shqiptarëve, shtresa më e mirë, më e arsyetuar, më e logjikuara, më e pastërta, më e ndershmja, më e ditura, ka 66 ditë që proteston në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të largu këtë klik mafioze dhe kriminale. Por, se ky ishte edhe qëllimi i videos, tani është ashiqare që ky është anti-shqiptar. Që ky ka shndërru vendin në një partneritet shtet-krim, që ky ka kap drejtsin, e ka shndru drejtsin në një organizat kriminale partnere, këto nuk duhen më as mend as kalem. Tani është fjala e shqiptarëve që dalin shesh, që ti lexojnë këto, edhe mos të vazhdojnë më ta bëjnë në formë rutinore, por ti shtrëngojnë rripin edhe ti tregojnë vendin, sepse po futet në rutinë, edhe ky ato do ta shndrojnë në një çështje rutinore që njerëzit dalin mos ditë ti protestojnë, unë vazhdoj. Vjedh plaçkisë rrjep Shqipërinë. Ndaj Shqipërinë me harta gjoja territoriale sipas orekseve të tia. Shkri bashkie, bashko bashkie, kishte thënë edhe Ditmir Pushati sot, që paktën i njeh mirë këto, pavarësisht se është, unë opinionin tim e kam thënë që nuk është ai që pretendoja unë se është Ditmir Pushati, por maskimi i ndarjes territoriale se na e kërkon Europa është një mashtrim. Është një mashtrim spektakolar
që ky e bën sa herë ka paullësi, sa herë ka prapa skena, prapa ligjeve që bën, e maskon me na e kërkoj Europa. Nuk e ka kërku Europa, nuk ka kërku Europa që Shqipëria të bëhet narkoshtet, me gjithë diplomatët që ky ka ble, ka diplomat amerikan dhe europian që për turpin e tyre, për turpin e shteteve të tyre, janë ble me para droge, krimi dhe korupcioni nga pushteti i Edi Ramës. Derisa i kanë dhënë mbështetjet këtij, ata janë palaço, nuk janë diplomat. E shqiptarët nuk du të kenë më komplekse nga këto fllihqësira, edhe t'i shohin si perëndit e Olimpit që vinë këtu, edhe kanë hallin tonë edhe kanë merakun tonë. Ata janë të poshtër, i hajduti është hajdut, qoftë francez, qoftë amerikan, qoftë gjerman, qoftë shqiptar. Po na e maron Shqipërinë, po na e merr ftyrën me shqiptarët që e duan më shumë Shqipërinë se kushdo. Shqiptarët e Kosovës edhe shqiptarët e Maqedonisë e duan Shqipërinë më shumë se sa ne që jemi këtu. Ne kemi ikë mbi 1 milion e ca, sepse nuk na e ma me nder bëhet përballemi me këta maskarenj, edhe kemi marrë rrugët e botës. Ata vinë prej atje, se u dhimbse të Shqipëria, e quajnë nën, edhe vinë këtu për të protestu, për të çliru Shqipërinë nga mafia. Edhe për këtë duhet na vinë turp, edhe duhet na vinë keq për këta njerëz që në përkëmbën, përbuzen dhe trajtohen ashtu si që ka trajtu Serbia ndër shekuj. Si njerëz të dorës dytë, si kriminal, si terrorist, e tjera. Në qoftë se janë terrorist, ata i dënon shteti vetë atje ku janë. I dënon Kosova, i dënon Maqedonia, le t'u çojnë letra, le t'u çojnë dokumenta, le t'i çojnë ka partneritete shtetet. Le t'i çojnë shtetit Maqedonisë, nëse këta janë terroristë, le t'i çojnë dokumenta, edhe shtetit Kosovës le t'i çojnë dokumenta, edhe t'i thotë këta elementi janë terroristë, vinë prishin rendin në Shqipëri. Edhe kështu ta bëjnë, nuk ka nevojë me bë deklarata proklamat më dhaja, se po shpall non grata këtë, po shpall non grata atë, për t'i bërë qefin armikut shekullor të shqiptarëve Serbisë. E ky është Edi Rama, mos e harroni. 1. Shpall non grata 3 shqiptar në 13 vjet pushtet, nuk ka shpall asnjë serb, përkundrazi ka marrë, ka bë shefe shiku, shefe shërbimit informativ kombëtar, një grua që Albin Kurti e ka heq nga Kosova sepse dyshohej se kishte lidhje me shërbimin sekret jugosllav, me shërbimin sekret të Serbisë. Edhe qeverisë Albin Kurti i kanë pas thënë ndërkombëtarët që hiqe këtë, sepse dyshohet se ka lidhje me shërbimin sekret serb. Ky e mori e bëri shefe shiku në Shqipëri. Ajo që këtu llogariteni se çfarë është. Pra veprimi i shpalljes non grata, dhe nuk ka shpall një serb non grata deri tani. Një serb nuk dimna që ky dale ta shpall non grata që cënon sigurinë e kujt. Tjetra, shqiptarët 66 ditë në protest, në revolt kundër tij, ai shkon edhe i përqesh duke hip në skaf, në dhërmi dhe duke bë foto e video si pasha atje, e patë atë me kapele, me përqef atje. Dhe e fundit, fjala që kam pas thënë për SPAK-un është organizatë kriminale partnere me qeverinë, me rilindjen, del e drejt, sepse shihni mediat italiane, ish kreu i SPAK-ut, Altin Dumani, është marrë i pandehur, po hetohet si shpifës. Pra ka shpif. Nuk ka rëndësi fare kush është familja e cila e ka hull në gjyqje dhe ka fitu gjyqin me këtë. Pra edhe nëse do i marrin ti marrin të vërteta sikur ata kanë lidhje me krimin ajo familja tjetër, llogariteni sa keq është Altin Dumani që kanë fitu ata përballë Altin Dumanit. Pra familja Çela ka fitu përballë Altin Dumanit. Atëherë fjala ime është e saktë që SPAK-u është organizatë kriminale partnere me rilindjen. Mirupafshim.